Koha jon debat nga Nikol Lesi. Përshëndetje. Jemi në emisionin Koha jon debat. Të radhë kam ftuar presidentin e Republikës, presidenti thonë akoma, po ish presidenti Bamir Topi, i cili mbetet një nga figurat emblematike të politikës shqiptare, njeri që ka bërë karrierë, ka qenë nënkryetari i Partisë Demokratike, ka qenë shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, njeri intelektual, njeri që flet kohët e fundit pak më shkoqur se sa ka folur kur ishte në politikë. Fol si intelektual për shumë probleme të politikës dhe sonde në emision besoj do kemi debat pak të zjarrt me presidentin Topi. Faleminderit që erdhe zoti Topi. Mirë se gjeta. Atëherë futemi direkt zoti Topi. Çfarë po ndodh në shesh para kryeministrisë? Gjë interesante po ndodh. Ai shesh gjithmonë ka pasur njerëz, ka pas protesta, por kësa radhë është një protestë shumë e veçantë. Latinët i thonë casus belli, e për këtë në Shqip do të thotë shkak për përplasje, shkak për konfrontim, shkak për përballje. Kështu që unë mendoj që është pasojë e një situate e cila prej kohësh akumulohet dhe është krijuar iluzioni sikur kjo protest ka vetëm një personazh përballë. Sikur ka vetëm kryeministin Edi Rama. Unë mendoj një analizë të ftohtë politike dhe qytetare, që ajo protest, që sikur se thash është shkak për përballje, është vendosur kundër sistemit politik. Një sistem politik. Po, më falë, zote president, filloj për Zvernecin. Natyrisht. Prandaj thash, casus belli, është shumë e rëndësishme kjo. Preteksti. Pra atje, ndodhi diçka shumë e rëndë, kur në pamje të parë duket sikur personi që protestonte u tërhoqi zvarr nga forcat e sigurisë private, por në sytë e policisë dhe në indiferencë totale të policisë. Sakt. Gjërat se si vinë mbrapa, pastaj ka 1000 mënyra për ta interpretuar. Pra, në rast se ti e zhvendos drejtorin e policisë Vlorës post factum, nuk vlen. Edhe tregon që policia e shtetit, për fat keq, gjithnjë më shumë bëhet instrument politik i kryeministit. I thon policia e shtetit, natyrisht brenda këtij institucioni shumë të rëndësishëm, ka njerëz profesionistë, por në ndodh jo rrallë që të konstatojmë me sytë tanë, që shohim që janë vegla instrument të kryeministit për fat keq. Unë këte, Nikol, ti e di shumë mirë. Pra, jam në ezaurim të një analize që unë e kam nisur 18 vite përpara. Kështu që ka dialektika, shumë interesante. Që do të thotë? Në 2008, në prag ndryshime kushtetuese, unë e them në çdo emision. Po, je i saktë, zote president, kam qenë deputet në parlament, dhe keni kundërshtuar ju dhe disa tjerë, edhe unë kam votuar kundër. Po, kam qenë president, kam qenë në një pozicion tjetër. Po, ato ndryshime kushtetuese besoj sollën këtë gjendje të sotme. Absolutisht, unë nisur nga eksperjenca politike, nisur nga njohja e mirë e personazheve, të cilët në mënyrë shumë çuditshme u bën bashk brenda pak ditësh, dhanë projektin një ndryshimi kushtetues i cili nuk u perceptua nga njerëzit që nuk marrin vesh nga jeta politike. Jo domosdoshmërisht, opinioni publik merr vesh nga jeta politike. Pse? E ka besuar, i ka mandatuar njerëzit e tyre për të çuar në parlament. Po, që janë deputetët. Dhe me njëherë mbas shpërthimit Gërdecit, në 15 mars të 2008-s, dhe mbas protestave
që opozita e kohës dhe Edi Rama bonin në sheshin Skënderbej, kur delegacioni shqiptar ishte në NATO në Bukuresht, eksaktësisht në datat 1-2 prill të vitit 2008, që priste të merrte ftesën. Në pas kthimit dhe marrjes së ftesës ndodhi një proces shumë interesant. Ndodhi një proces si një marrëveshje të fshehtë Berisha Rama midis Berishës dhe Ramës, që përgatiti ndryshimet kushtetuese dhe po përdor një term ndoshta agresiv dhe ekstrem, shkatërruan shtetin shqiptar. Dhe sot, mbas kaq vitesh, mbas 18 vitesh, më vjen mirë që brezi i ri, generacioni i ri, dhe shumë të tjerë intelektualë ndoshta që futen në lojë me vonesë, kanë kuptuar, çka kanë kuptuar? Që ai produkti 2008-s solli një produkt në vite autokracie. Dhe kjo ndodh në krye të qeverisë dhe në krye të opozitës. Dhe kjo është arsyeja pse kjo protestë, që unë e quaj protestë genuine, pa ndërhyrje. Mendon që s'ka ndërhyrje pas? Unë deri tani e shoh pa ndërhyrje. Mirë ata që organizojnë protestën në rast se pranojnë ndërhyrje. Se ndryshe pastaj do infektohet me virusin e politikës. Zoti kryeminist ka thënë zoti Topi që ka ndërhyrje pas tyre janë iranianët, një herë tha për grekët, dhe mendoj që një turm kaq e madhe e pranueshme, do themi, mendoj që nuk ka një suport pas nga eksperienca juaj si politikan. Deri tani edhe për mua ka qenë e çuditshme, befasuese për ishtë vërtetës, duhet të flasim haptas. Se zakonisht protestat duhen kohë të organizohen. Por kjo që një protest dhe është një protest shumë natyrale, që vjen nga një terren i cili ka akumuluar shumë pak kënaqësi. Ju thash në fillim bisedës, nuk është thjesht për kryeministrin. Është dhe për kryetarin e opozitës. Për dy palet. Pra, këta kanë dalë përballë sistemit. Dhe kanë arritur që publikisht të shohin, të deklarojnë në nivelin e shoqërisë, pikërisht atë që unë kam lajmëruar, thash, në prillin e vitit 2008. Më vjen jashtëmas e mirë. Do kisha qenë me kokën ulur në rast se unë nuk do kisha folur për atë pjesë. Zoti Topi, me aq sa thoni ju, kjo protestë që nisi për flamingot ka kaluar në kërkesa politike, apo ja, dhe po filloi kontrollohet si një lëvizje, si një forcë politike, apo ja, besoj. Pak a shumë. Kështu duket. A mendoni se brenda pak ditësh do ketë një lider, një komitet organizator, apo do jetë vetëm kështu me folës sporadik? Këtë unë nuk di ta them për jeshtë vërtetës, por do doja të kontrolloj, mendonit? Të thoja që me një lloj skepticizmi që të gjithë tentativat për të hyrë nga politika dhe për të infektuar këtë lloj lëvizje do ishte shkatërimi i kësaj lëvizje. Kështu që nuk është shumë e rëndësishme ideja për të konturuar një leadership në këtë moment. Për mua vlen protesta. Për mua vlen protesta dhe nuk është e thonë se ne kemi pas protestë, zoti president, ne kemi pas protestën e studentëve të famshëm, që se mbamen para disa vitesh, që ishte një protestë shumë masive, që bllokoi gjithë rrugën e Durrësit, mos gabon, që për studentë, ajo studentë, po. Që filloi dhe u hodhi një ide që po konturohej si një lëvizje politike, po dështoi u mbyll. A e dini pse dështoi? Që? Sepse u fut një faktor politik partijak. U futën 3 faktorë. Një faktor politik flas në parimin e përgjithshëm. PS-ja, LSI-ja dhe PD-ja. Pra ku jemi sot? Ku jemi sot? Sot jemi pak a shumë në të njëjtën situatë, vetëm që nuk ke 3 parti, po ke 2. Ka një lloj bipolarizmi. Deklaratat e Berishës që filloi të sulmoj protestuesit dhe në harkun kohor të 48 orëve ndroi qendrim. Çfarë tregon? Që? Tregon që kjo protestë, para se të vendosi me shpatlla mbas muri kryeministrin, ka vendosur opozitën, Sali Berisha. Por ka dhe gjë, zote president, që po të shoj shtypin opozitar, pra pranë doktorit, si themi ne,
edhe vetë PD-n, element të ndryshëm, kanë filluar ta suportojnë shumë dhe të bëjnë thirrje dhe degëve të PD-s në rrethe që duhet të dilni dhe duhet të përbashkoheni me këtë protestë. Mos po fut duart PD-ja? Ky është momenti më i rrezikshëm dhe më i papranueshëm. Dyshon se mund të fusi duart? Absolutisht dyshoj, sepse ndryshimi i qëndrimit brenda 48 orëve tregon që Partia Demokratike dhe specifikisht Sali Berisha e ka parë vetën shumë keq. Sepse she në mënyrë krahasimore sjelljen politike të protestës së PD-s, e cila erdhi duke u reduktuar pas një lloj suksesi, she që këta të ri janë duke akumuluar më shumë dhe mbi të gjitha ka pasur dhe një hon ndërkombëtare. Prandaj thash që më i ekspozuar ndaj kësaj lëvizje masive është Sali Berisha, pastaj vjen Edi Rama. Po pse pikë së pare lideri i opozitës? Se si rregull opozita ka interes sa më shumë protesta, sa më shumë lëvizje të ketë kundër qeverisë. Sepse edhe një herë kthej mas 2008-s, këta kanë qenë gjithmonë bashkë. Spektakli ka qenë që... Kjo është opinion dyshues apo bindje? Jo, është bindje absolute. Si mendoti që me pozicionet që kam pas unë, dhe me informacionet që kam unë, dhe me syun klinik që kam unë, mendoj që unë gaboj duke thënë këtë. Falë, zote president. Përveç syrit klinik, ju keni pas informacione. Se kjo fjala informacione, domethënë ke pas shumë struktura në shtetit ndorë që ke... A donë më shumë se sa kjo marrëveshje e nëndveshme për ndryshimin e kushtetutës? E para. Po tani? Një sekundë. Ti atëherë ke qenë, por disa gjëra që natyrisht nuk ishe si i merri vesh, edhe disa gjëra që janë ekspozuar, duhet i kujtojmë sot. Ka qenë një deputete e Partisë Demokratike, zonja Arenca Trashani, që ta bëjnë transparente histori, që një ditë të bukur, unë i pa informuar fare, shikoj duke ndjekur një seancë të Komisionit Ligjeve, nxjerr një propozim shumë interesant, që kurse si s'mund vinte nga ajo në mënyrë individuale, personale, nxjerr një propozim absurd që në kuadrin e ndryshimeve kushtetuese, që sapo kishin filluar, sepse kishte kaluar Komisionin e Ligjeve dhe çështjet kushtetuese, thotë të gjitha dekretet e presidentit të Republikës, ky ishte propozimi, duhet të kundërfirmosen nga kryeministri. Një absurditet fare. Çfarë informacione është do më shumë? Informacionet janë, shiko, ky është një vend i vogël. Ky është një vend i vogël dhe merret vesh gjithçka. Zoti Topi, një pyetje. Kryeministri Rama tha projekti i Zvernecit do të bëhet pas i diskutim dhe pyetja është hapur, duhet bëhet zotë president? Shiko, problemi është që në parim askush nuk mund të jetë për të penguar investimet e mëdha. Po këtu ndryshon historia. Problemi është që investimet bëhen në raport dhe në ekuilibër me gjithçka. Dhe këtu ndalojmë se është një moment shumë i rëndësishëm. Po e lëm atë trajtimin e përgjithshëm, raport me natyrën, me ekosistemin, me florën, me faunën, që është një çështje që institucionet e shtetit duhet ta kenë parasysh kur japin idenë e një projekti zhvillues. Ne kemi model, ne kemi në Tiranë. Ti ke modelin në jugun e Shqipërisë. Por të lutem, ky që sot është kryeministër, ky ka betonizuar Shqipërinë. Nikol. Dakor. Tani, projekti i Zvernecit vjen nga një kompani e madhe që është Ëndri dhe vajza e presidentit. Do dal aty, do dal. Që kanë studime, që janë 4 miliardë dollar investime, 10.000 punojës. Okej, pra. Ju po t'ishit kryeministër, e firmosit? Një sekond, pra, do bëj trajtim tani, më ke thirrë këtu, do bëj trajtim. Dakor. Problemi nuk është tek projekti dhe tek partnerët. Problemi është tek kryeministri, që? I cili
duhet ta kishte eliminuar këtë zhurmë që nuk është mirë edhe për investitorët, do ta kishte eliminuar këtë zhurmë nëpërmjet transparencës qysh në fillim. Po s'ka projekt, tha. Po një sekond, bro. Ai, tha. Një sekond. Sa kohë kemi që ne dëgjojmë për Sazanin, na? Kemi kohë që Po, dëgjojmë. një vit e kusur, më tepër. A ka pasur në shqetësim? Asnjë shqetësim. Pse? Nuk ka pas shqetësim. Pse ne kërkojmë partner serioz, por në një proces që drejtohet nga shteti, me rregullat e shtetit, me ligjet e shtetit. Problemi ka filluar në Zvërnec. Pse ka filluar Zvërnec? Në çdo emision televiziv kam thonë në kuadrin e premtimeve që ne do të antarësohemi në Bashkimin Evropian brenda këtij viti. Një pyetje kam. Çfarë ke bërë zoti kryeministër me titujt e pronësisë? E filloi Sali Berisha me 7.501, e shkatërroi historinë e pronës në Shqipëri dhe e përforcoi ky tjetri që mori stafetën. A ka mundësi të më thush më zotëri? Si janë marrë ato tituj pronësie? Ti administratori i çështjeve të shtetit, si jam unë. Nëse nuk do dalish vetë, autorizo drejtoresh apo drejtori i kadastrës në një komunikim me gazetarët të pranoj pyetjet dhe të sqaroj situatën. Si është historia e pronësisë në Shqipëri? Kjo gjë e më e rëndësishme. Ajo që dihet. Po dihet pra, atëherë, pse nuk e ke bërë transparente këtë pjesë? Pse bën pa diturin? Pse i thua post factum? Pse e fut popullsinë në konflikt? Konflikt civil është ky. Pse e fut në konflikt? Kjo është arsyeja pse thash që ishte shkak, Zvërneci ishte shkak për një pakënaqësi të akumuluar dhe mos harro, janë rini ato. Është dialektik kjo histori. 35-6 vite përpara, qoftë unë, qoftë ti, qoftë ai zotëria që është atje, ishin pjesë e rinisë. Sot prano që ka ardhur një gjenerat tjetër që ty nuk të lejon në mënyrë më absolute, bërtit sa dush ti. Në rast se ky sistem është kalcifikuar, nuk e pranon rinia, po se pranon, është dialektike. Zotë President, se po më bën nga regjia për një spot publicitar se duhen edhe ca reklama për rrogët e gazetarëve. Publicitet. Disa thonë është vullneti, disa thonë është pasioni, disa thonë është forca dhe përqëndrimi. Për mua, është ekuilibri që kam vendosur me natyrën. Ekuilibri në mendje dhe në trup. Ashtu si natyra ka krijuar ekuilibrin në dhuratën e saj më të çmuar për ne. Glina! E i themi Glina. Ne i themi Glina. Rikthehemi pas pauzës publicitare me zotin Bamir Topi. Zoti Topi, ishim te pjesa e protestës. Mlioni të them që kryeministri tha edhe sikur të bëhen 500.000 veta në shesh, ai projekt i Zvërnecit do të bëhet. Si do shkoj fati i projektit, si mendoni? Unë do bëj një koment tjetër. Ajo që dëgjova në takimin që Edi Rama pati me socialist në qytetin e Elbasanit. Dje, po. Ai foli për raporte numerike. Dhe ky 500.000 që ka të bëj me numrin e njerëzve që mund dalin atje dhe si bën përshtypje, zot kryeministër. Ai e lidh me 800.000 vota që ka marrë në zgjedhjet e fundit. Duke bërë një lapsus të fortë politik. Sepse pa dashje ai demonstroi pikërisht atë
mision që e ka demonstruar gjatë gjithë viteve që ajo është kryeministër, dhe sa vjen dhe e thellon. Që do thotë, ai dje deklaroi që nuk është kryeministër i gjithë shqiptarëve. Ai deklaroi që është kryeministër vetëm i socialistëve. Dhe kur ti Demokracia është votë, zoti president. dëgjoj, okay. Është votë. Po. Ka marrë votë. Jo, po bëj një interpretim tjetër. Dakor, po. Tani ai foli apo jo? Ai foli në gjuhën e 83 mandateve. Okej. Unë s'po mbroj kryeministin, po them Okej. me logjikën e demokracisë, unë kam shkruar votime, unë kam marrë kaq vota. Demokracia ka logjik tjetër. Që? Në çdo shtet ku ka demokraci funksionale, ti vërtet merr votat për të qenë kryeministër, Po je kryeminist i gjithëve. ti je kryeministër i gjithë popullit. Ai dje deklaroi që është kryeministri i socialistëve. Dhe në fakt deklaroi një të vërtetë, sepse kështu është sjell deri tani. Por atë nuk ekziston njëri tjetër. Madje edhe brenda kampit socialistëve ka njerëz që komentojnë, analizojnë, ndoshta kanë filluar të bëjnë dhe apele publike për të ndryshuar mënyrën Eliza e Spiropali për sjelljes. shembull. Po, e mënyrën e E sjelljes. ke lexuar apo s'ke pasur kohë? Sigurisht e kam lexuar. Je dakord me prononcimet e saj? Ajo është një çështje ekskluzive e brendshme dhe ajo duhet i di mirë gjërat. Ti do thotë? Do thotë që brenda saj ka shumë të vërteta. Po nuk ka nevojë ta ndigjoj nga Eliza unë. Unë jetoj këtu. E para. E dyta, njoh personazhet, njoh strukturën, strukturimin e partive politike, mënyrën e sjelljes, natyrën për t'i pasur gjithë pushtetet në një dorë. E mba mend kur është zgjedh presidenti Begej në parlament? E mba mend apo? Di. Unë mbaj mend këtë paktën. Që deri në sekond fundit ishim kurioz të merrnin vesh emrin e presidentit. Madje edhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Partisë Socialiste nuk dinte gjë. Normale është kjo? Jo. S'është normale. Edhe sot ne kemi absolutisht të gjithë kontroll në një dorë. Nuk ka parlament. Nëse opozita kërkon interpelancë, ai s'pranon. Çështjet e politikës jashtme që janë shumë të rëndësishme duhet të kalojnë në Komisionin e Politikës Jashtme. Zoti Nuk president, ju mendoni se kjo protestë do ndryshojë këto rregullat që janë deri sotme nga Berisha, nga Rama? Mendoni apo Shiko, është rrugë shumë e gjatë për të shkuar deri atje. Por e rëndësishme është që ka një lloj sensibilizimi. Sepse për një moment, edhe para kësaj interviste, ne kishim një lloj pesimizmi. Të gjithë e thonë, ç'është kjo shoqëri që nuk reagon? Ç'është kjo shoqëri që nuk reagon? Gjithë kishin ullur kokën. Tani ata që e mbajnë kokën ullur, le ta mbajnë. Janë ca të tjerë që kanë dalë që as nuk i merrte. A rrezikon zoti Topi partitë e reja te Arlind Qorrit, Agron Shehaj dhe Robert Lapaj, kjo lëvizje, kjo Po protestë? s'ka lidhje, është jashtë partive politike. Lëvizje jashtë partive politike, po parti politike të përfundojnë me sa duket. Shiko, unë edhe një herë, merakun ta thash në fillim të emisionit, meraku im është futja në protest e virusit politikës. Kush më shumë dhe kush më pak është infektuar nga virusi i politikës. Zoti Topi më lidh dhe kundërshtoj. Po. Nëse kjo protestë, sipas meje, natyrisht që ka zgjuar shoqërinë, ka tundur dy kampet politike, nuk kontrollohet në një grup organizator me rregulla të qarta, kërkesa të qarta, që nëse pas nesër do përfundojnë zgjedhje, kjo do kërkojë votat, madje sa shohim. Nëse ngel vetëm si lëvizje e pjeshme për ca kohë, ja 1 muaj, ja 2 muaj, edhe do shuhet si lëvizja e studentëve kanë. Jo, nuk mendoj që dialektika e kësaj lëvizje pra dy gjëra. O shuhet, edhe është fatkeqësi e madhe për mua. Ose në një moment caktuar fillon dhe strukturohet. Por uroj që ky lloj strukturimi të ndodhi në një moment kur të arrihet piku i protestës. Kjo protestë Kur mund të jetë piku?
Këtë nuk e di. Se mund vazhdoj 1 muaj, 2 muaj, po. Jo, vetë në mënyrë shumë natyrale do të aprovoj kjo lëvizje. Thash, dyja mundësit. O shuhet dhe përpjekit për të shuar këtë sigurisht që janë. Në momentin që futet politika, në momentin që ata që e kanë sulmuar dhe që janë objekt dëshirojnë të administrojnë këtë, tregojnë që politika do të falimentoj këtë lëvizje. Tani, evoluimi i kësaj lëvizje të shohim si do të jetë. Zoti Topi, vim të Partia Demokratike të zoti Berisha që sapo u rizgjoll dhe ka hedhur idenë e ripërtritjes, po ripërtrin gjitha strukturat. Termi e ripërtritje nënkupton nga qeliza bazë deri në kryetarin e partisë, apo vetëm deri te kryetari i partisë ripërtrihet partia? Kjo është një perifrazim i rilindjes. Ripërtritje, rilindje është një perifrazim. Ata i kanë konsumuar edhe terminologjinë sipas vendimit tim. E kanë ezaruar dhe imitojnë njëri tjetrin. Ato janë një varg. Ato janë produkt i të njëjtit sistem. Njëri ka ardhur nga një familje varfër fshatare e kohës komunizmit dhe sekretar partije. Kush? Sali Berisha. Dy janë pra. Tjetri vjen si një produkt i një familje intelektuale, qytetare, me preardhje komuniste. Dhe sot, ky është paradoksi i madh. Mas 35-36 vitesh, kemi prapë këta dy. Nuk është më pak Edi Rama. Ka ardhur në 98 dhe ti e ma men shumë mirë. Po nga 98 deri më sot janë 28 vjetë. Nuk është pak. Zoti President, më lejo të them diçka? Patjetër thuaj gjithçka. Ju thoni për Berishën me këtë statur ish komuniste. Po keni qenë nën kryetar i Partisë Demokratike, pra njeriu direkt pas tij në PD. Si keni punuar me një ish komunist? Shiko, problemi është që fronti i ndërtuar në vitin 90 dhe i formalizuar në vitin 92 ka qenë front shumë i gjerë dhe jashtë partive. Ai ishte i pranuar si i tillë, ishte kryetari i Partisë normal. Dhe tjetri futet në një formacion politik duke parë programe një partie politike. Dhe duke dashur të kontribuojë pikërisht për ato që ai është i mendimit që mund ta realizojë vetë. Pra kështu ka qenë Partia Demokratike, ka qenë një lloj konglomerati i njerëzve, të cilët një pjesë vinin nga Partia e Punës, por ju kthyen një rrymë. Po çfarë tregoi historia? Historia tregoi që nëse mjaft njerëz mund kishin ndryshuar, ky personazh nuk kishte ndryshuar. Dhe veprimi i parë ishte ligji 7501, që i mori tokën pronarëve. Vendimi i dytë, për cilën unë kam bërë debat të drejt për drejt, po ta rrëfej sot. Në grupin parlamentar? Po, ende pa u bërë president. Dhe ti e ke mundësinë, si e njëri i medias, do të gjesh se çka ka ndodhur në 2006 me legalizimin. Kjo është një foto, nuk e di nëse ke mundësi, ki qenë shumë i ri atëherë. Ki qenë para se u bërë president apo jo, mos gaboj? Jo, këtu jam president në këtë foto. Je president. President u bërë nga Sali Berisha. Shiko, mos i thjeshtoj gjërat, nuk është shumë. Kjo është koha jonë debat, zoti Topi, nuk mos të... Jo, po shiko, nuk është intervistë, për është debat... Më le të ezauroj atë që të nisa. Në 2006 në është bërë një debat në grup parlamentar, midis me dhe Sali Berishës për legalizimet. Sepse futi me ligj legalizimin e ndërtesave informale brenda vijës verdh qyteteve, ku Tirana ishte më e prekur. I thash bashku, kemi pasur një dialog që nëse rivim në pushtet, do të trajtojmë si duhet
ish pronarët. Është kështu, i thash apo jo? Jo, është vendim politik. Mirë, nëse është vendim politik, votoni, unë se votoj. Dhe nuk e kam votuar. Dhe pastaj, pasi nuk e votove, u zgjodhe presidenti i Republikës. Po, atëherë dalim në atë... Pse u zgjodhe presidenti? Dalim në atë lloj Se konteksti. unë kam votuar për shkak, kam votuar, ja, pa them votën time. E kam votuar presidentin Topi asa kohë me bindje të plot, si ishte figura më e mirë për Unë të falenderoj shumë edhe votar sekrete, po po ta them edhe kam mbas votuar. kaq kohësh. Po pse shkove president kur nuk ishte dakord me programin e Partisë Demokratike? Dëgjoj, jo. Të jenë PD dhe sot merrje për Partinë Demokratike. Sot e merrje Partinë Demokratike. Mos e thjeshtoj histori. Jo, nuk ishte dakord, por kundërzi të thashë Partia Demokratike kishte një program. Dhe ai program ne na kishte ftuar që secilit kontribonte. Cili ishte programi? Ishte kompensimi dhe rikthimi i drejtës së ish-pronarëve. Të përndjekur politik, apo jo? Po. Unë isha zëri i zgjathës atje. Edhe Josefina Topalli. Patjetër. Atëherë pse pranova që të shkoj president? Po. Apo jo? Ka qenë një takim jashtëzakonisht konfidencial. Që është bërë në janarin e vitit 2007. Ku më thonë, po ta them ty tha, unë e ti e dim, askush tjetër. Zoti Berisha ta tha. Po. I thash më ke kap totalisht pa përgatitur. Po tha, mendoj edhe këtë punë tha se vetëm unë mendoj tha që figura jote mund të marri vota dhe nga majtë. Po. Dhe mori. Për shkak edhe të një raporti që ti e di shumë mirë që në parlament. Në parlament raportin nuk e kisha jashtëzakonisht miqësor, apo jo. I thash Zoti Topi, mos harro se jam drejtues emisionit, po kam qenë deputet në parlament për këtë histori dhe di shumë gjëra. Atëherë. Me kalimin e kohës filloi domethënë u ekspozua figura që do isha unë. Por 2 javë mbrapa na doli një figurë tjetër. Doli kandidatura e një përfaqësuesi në selin ton në Bruxelles. Arjan Zaimi, personazh i nderuar, i cili Ushtrak e qenë? ushtarak, se ma bëndë. Ti po ushtrak si profesion. Këtu ka filluar pastaj një betejë e hapur brenda grup parlamentar. U nda në 2 fronte? U nda në 2 fronte dhe u pa qartë nga Sali Berisha që në mbledhjen e fund të grupit, grupi ishte i ndarë. Dhe rrezikonte që ne të shkonim në zgjedhjet parakohshme dhe të hikte nga pushteti. Po, se isha te kafja parlamentit që zinte kafja se plasi të PD-ja. Atëherë. Po, plasi të PD-ja. Atëherë, desha ai të mboj, apo që i detyruar të shkonte në emrin tim? Atëherë, Zoti Topi, më le të bëj avokatin e djallit. Tani pyetja është, gjithnjë ka kaluar shumë vite. Prapë kam idenë që ju po kishte refuzuar presidentin, kishte ndër në PD, sot Partia Demokratike kishte kryetar Bamir Topin. Në këtë kushte që ka edhe përballë Sali Berisha nuk kishte veten e vet, po kishte Bamir Topin, që me çdo pa diskutim fare, mund të them që sot kishte Partia Demokratike një lider tjetër. Unë nuk e di se si do të vinte situata. Unë u futa në një garë dhe për dinjitet e ndoqa atë garë deri në caktimin si kandidatur për të qenë president. Unë se kam kërkuar kur që të jem president. E para. E dyta, unë nuk kam në iluzion sa kohë Sali Berisha është atje, as kam pasur, as nuk kam. Që PD-ja nuk vjen dot pushtet? Jo, në sensin që iluzioni ka qenë ky që ai mund të lente një garë të lirë brenda PD-s. Kur tani? Në çdo kohë. Kur bësh fjalë në emrin e tij. Zoti Topi, te vite logjika mendoj e doktorit. Caktoj se nuk u zgjoll, po caktoj dhe emroj Luzim Bashën kryetarit PD-s, se besoj ai ke ndjekur, di si çka ndodhur. Patjetër. Po. Unë di atëherë që edhe Ridvan Bodo, Josefina Topalli, Ben Imami, Astrid Patozi, mos gabon, ishin në grupin e Sokol Oldashit, nëse jam i saktë, apo, që ishte kandidat për kryetar partie. Dhe u zgjodh pra Lul Basha me urdhër me porosi, që natyrisht ishte një zgjedhje. Konfirmo atë që sapo thash. Zgjedhje që i venos lideri dhe jo
dhe jo organizata e madhe demokrate. Eksakt. Pastaj e preu në besë dhe sipas meje, ajo që bëri Lul Basha me doktor Berishën kur e përjashtoi nga grupi parlamentar është një pabesi e madhe politike dhe njerëzore. Dhe po të kisha qenë në vendin e Lul Bashës, pra kjo është emision Koha Debat dhe prandaj po flas edhe unë, nuk është intervistë, flet vetëm ju. Do kisha dhënë dorëheqjen nga kryetari i PD-s, urdhno Qelsat, si kryetar partie, si deputet dhe kisha shkuar në Holland, ku është nga origjina që ka atje pasaportën. Pra në këtë rast doktori nuk beson më. Dhe në fakt kjo është një lloj paranoje apo ja, politike, për çdo lider të mëdhenj që kanë paranojë që ky kështu. Tani nuk kishte njëri për të kandiduar si i përjashtoi i palosit gjithë. Ju që ishit që kishit staturën një rivali, nuk u futët loj. Josefina Topalli jo, Ridvan Bodë jo, Arben Imami jo, Ervin Saljanin e përjashtuan. Në çfarë loj? Në loj ishe? Në loj do t'ishte në PD. Po ja pra që shkoi, mori karriera një trajektore tjetër. Do t'ishte kthyer në PD për mua. Sot PD ishte ndryshe. Po mirë, harrove ti edhe përgjithësi nga. Ja si lloj përgjithësi. Harrove ti ç'a ndodhi në 2011-ën? Ç'a ndodhi? Ajo ngjarja e famshme. Po raporti nuk po them ç'a ndodhi në bulevard. Nuk po them ç'a ndodhi, po në raportet personale. Me njëri tjetrin. Pra hiku nga raportet nga gjua politike dhe shkoj në një gjuhë rrugaçërore. Si ish president dhe si njëri i politikës ke përgjegjësi ndaj demokratëve, zoti Topi. Lidhur me çfarë? Për të qenë pjesë e lojës në PD. Ja, po thash, trajektoria e karrierës mori njeriu këmbgul, zoti Topi, këmbgul. Shiko, ti bërë pyetjen dhe tani po më tregon se si është situata atje. Atë situatë e njoh shumë mirë. Sa po e thej që atje s'ka rregulla loje. Atëherë, ta bëj pyetje ndryshe? A ka shpresë Bamir Topi që Partia Demokratike vjen në pushtet më? Me Berishën kryetar? Jo. Është pesimizëm apo? Jo, është i dikurshëm. Është realizëm. As mbledh, as pesimizëm. Pastaj nuk ka pse të kem pesimizëm për çështjet që i takojnë të tjerëve tani. Nuk është partia që përfaqëson. Ide se Berisha dhe Rama janë në një marrëveshje të fshehtë ekselente. Absolutisht, jam konsistent në e ke bindje në arsye-timin tim. Sigurisht bindje. Ti mos shiko teatrin e deklaratave. Ky është një sistem që i mban të dy pikërisht në një pozicion bipolar. Një është kryeminist, tjetri është kryeministi i opozitës, kaq. A ka nevojë për një reformë të thellë zgjedhore, kodit zgjedhor për të ndryshuar? Ka nevojë. Sistemi mendonit ju që ishte më perfekt për të përfaqësuar gjithë rrymat, gjithë ka nevojë parti politike. Nikol, ka nevojë jo thjesht për një reformë zgjedhore, ka nevojë për një reformë kushtetuese. Te Senati ke thënë? Jo domosdoshmërisht. Ka nevojë për një reformë kushtetuese, rikthim në normalitet. Ku kryetarët e partive politike mos jenë kryetarët e gazermave politike. Kur deputetët, kandidatët për deputet, që janë deputet de facto sepse janë pjesë e listës sigurt, e marrin vesh në orën 12 natës. Atëherë çfarë jete politike bëhet në këto struktura? Cili sistem zgjedhor do ishte më i mirë për kushtet e Shqipërisë? Partitë politike sot, për të dalë nga kjo situatë ku janë, duhet patjetër me ligjin mazhoritar. Në fjalë 100 zona ligj mazhoritar. Pse? Të pastër. Sepse është nuk do fitoj pastaj i forti që ka shumë para? Jo. Je i sigurt? Jo. Rregullat e kur prandaj thash reformë kushtetuese. Që do thotë të përcaktoj që fati i vendit merret në dorë jo nga dy kryetarët partive politike, por merret nga deputet të zgjedhur. Pra e ke vetë në dorë nëse ti je serioz si personazh i fortë politik, qoftë njëri qoftë tjetri, për t'i dhënë Shqipërisë një ligj tjetër. Në fakt, zoti president, që presidenti i Republikës i sotëm, pa përmendur emrin, po kompetencën i ka caktuar parlamenti, pra këto 12, nuk zgjidhet me 84 vota, është anormale apo?
presidenti do të ketë me shumicë 84 vota. Dhe presidenti i zgjedhur sot me 71, pra nuk themi Bajram Bega, kushdo që tjetë, se nëse kështu do Po cili do, flasim për institucion, jo për emër. Po. Duhet me 84 sepse ai i zgjedhur me 71 herë precis dekreton drejtues të institucionit kushtetues me 84 vota. Është vërtet. Është një Paradoks i madh. Tjetër, kjo e Senatit, që po ja afrohemi nga dalë fundi se kemi ca pyetje nga Tirana. Kjo e Senati që ra dakord Berisha që propozoi, mendon që duhet i shërben Shqipërisë një ndryshim kushtetues, që të ketë Senat, ketë edhe një parlament me 100 deputet? S'pari ndryshimet kushtetuese duhet të jenë të gjëra. Në rast se ata e mendojnë, se ata e kanë dorë, që duhet fusin edhe çështjen e Senatit, duhet detyrimisht të ketë një reduktim të fortë të dhomës së parë, numri deputetëve. Patjetër. Dhe brenda këtij 100 ka thënë, pra 101 ka thënë. Dhe brenda këtij numri që është sot, mund të kompensohet ai numri tjetër i Senatit. Pse Senati do ishte i vlerësueshëm në këndvështrimin tim. Do ishte i vlerësueshëm sepse në këtë nivel intelektual që ne kemi parlamentin sot, që le shumë për dëshiruar, së paku kemi shansin që me kushtet që ka Senati, me si vit e personave, do të kishin të paktën atë detyrën e supervizionit të dhomës parë për çështjet e ligjeve. Pra njerëz me personalitetit nivelit lartë. Megjithatë unë them që rregullatori natyral i parlamentit është ndryshimi i ligjit zgjedhor. Nëse bëhet mazhoritar, hiqeni nga mendja atë historinë e njerëzve të fortë, jo. Njerëzit vetvetiu do të shkojnë në vendin e tyre. Në sensin që mund të ketë përjashtime, që ka dhe personazhet botës biznesit. Por në mazhorancë do të jenë njerëz që kanë një kredibilitet në publik. Dhe kredibilitet në publik e kanë njerëz që ndoshta janë potencialisht të afërt shkuar në parlament. Zoti Topi, stafi i emisionit më ka përgatitur disa pyetje, se punojmë si në mënyrë kolektive, si gazetarët, koha jonë. Në përdrejtësinë, çfarë mendimi keni për SPAK-un shkurt? Është institucioni i vetëm që ka dalë mbi nivelin e institucioneve të tjera sot. Pra ne ka dhe mbështetje shumë popullore në sondazhet. Padyshim, njerëzit nuk gabojnë. Njerëzit nuk gabojnë. Të vim prap brenda hijes së SPAK-ut. Ilir Meta është në burg. Ka kërkuar disa herë për të qenë i lirë, për të vazhduar gjyqin, por akoma është në qeli. Si e gjykoni? Kjo është ajo që unë gjithmonë e kam trajtuar në këtë mënyrë. Edhe kur kam qenë kryetar shteti, kur çështja është tek drejtësia, themi takon drejtësisë. E vetmja gjë, dhe po bëj një koment, e vetmja gjë që më duket e pashpjegueshme. Kjo marrja para rrugimit. Jo, nuk po futem ke kjo pjesë sepse është çështje procesit i marr, por mbajtja në atë kafazin e xhamit. Më duket një gjë që mos nuk më është fyse për kredibilitetin e shtetit. Absolutisht, për gjithë detyrat që ka pasur, ku di, ajo më duket një gjë jashtë normales. Pjesa tjetër është çështja e procesit hetimor. Okej. Vim në Bashkinë e Tiranës. Bashkia e Tiranës ka një kryetar, sipas gjykatës kushtetuese, që është Erjon Veli, apo? Po. Në detyrë. Po ndërkohë është në qeli. Si e gjykoni? Gjykata kushtetuese thotë duhet kthehet, nëse përkthehemi në thelb të vendimin e gjykatës kushtetuese, duhet kthehet në detyrë sepse ka një mandat popullor. Nësa GKO-ja, pra SPAK-u dhe gjykatat e posaçme kanë në qeli. Si Tirana drejtohet në këtë mënyrë? Uja, unë mendoj që është në proces. Është në proces. Që do thotë? Që do thotë akoma nuk kanë vendosur për vendimi i gjykatës lartë, edhe brenda gjykatës lartë. Akoma nuk kanë vendosur për interpretimin që ka bërë gjykata kushtetuese. Pra është në proces, në këndvështrimin tim. Zotë President, kalojmë në Kosovë. Sa po mbaruan dje zgjedhjet e parakohshme parlamentare brenda 18 muajve, Albin Kurti e futi Kosovën në 3 palë zgjedhje.
Dhe tani doli me pak se sa herën tjetër që kishte qeverinë, tani s'ka as qeverinë. Ka dalë partia e parë, por nuk ka shumicë për të krijuar. Ka nevojë për koalicion, po. Tani është i detyruar. A mendoni se Oreksi madh një politikani që do t'i marrë gjitha përfundon në këtë mënyrë që populli thotë je i detyruar të bësh koalicion, të bësh marrëveshje, dhe politika është marrëveshje? Absolutisht po. Unë e kam komentuar edhe diku tjetër, para se të bëshin këto zgjedhje, që në një demokraci parlamentare, për më tepër kur ti nuk e një mazhorancë absolute, madje në këndvështrimin tim, edhe po të kishte një mazhorancë që jepte mundësinë të kishte të gjitha institucionet, klima politike specifike që ka Kosova duhet kishte pas një dorovitje. Që do thotë. Në bashkëpunim ndarje. Absolutisht. Kryeministër, ka mazhorancën në parlament, ka kryetarin e parlamentit, presidentit. Po e kalon opozitës, ose një emër nga shoqëria civile. Por do t'i ruante vetes të drejtën që të ishte ky që diktonte negociatat për identikitin e presidentit. Pra jo çdo zë nga opozita mund të ishte në listën e i kandidatëve. pranueshëm për të qenë president. Pse? Jam unë fitues dhe lojën në një farë mënyrë e dirigjoj unë. Por duhet ta kishe thënë përpara me zot lartë. Pse? Qetëson jo vetëm situatën në shoqëri, forcon idenë tek institucionet, rrit kredibilitetin në botë tek ndërkombëtarët, për më tepër që Kosova në këtë lloj procesi zgjedhje mbas zgjedhje ka qenë një shprehje që e përdorshin të parët tanë. Sillu nga sillu janë krye lidhu. Që do thotë, çfarë politikë është kjo? Kur unë e di fare mirë që parashikimi do më çojë këtu, bile e çoj më keq. Po uli përqinin. Po unë jam për parime të mëdha në politikë. Parimet e mëdha në politikë, ku njerëzit futen dhe mbesin në histori, bëje duke ia dhënë opozitës presidentit. A mendon se Albin Kurti prapë do vazhdoj rrugën e vetë që ta çojë vendin prapë në zgjedhje, apo kjo është e fundit? Tani po ndodhi dhe ajo, pastaj duhet kemi një arsyetim tjetër. Nuk arsyetojmë dot kështu. Nëse ndodh ajo, për Kosovën është sfilitse. Bile shkatruese, jo sfilitse. Sfilitse, pra ata që shkojnë në sfilitën janë në prag shkatrimit. Dhe kjo... Zoti president, duke bërë pyetjen e fundit tashmë, se edhe regjia po na bën me shkallë se kemi kaluar minutat, pyetja e fundit e zoti president. Inshallah nuk është kol po di gracia. A do shkoni te protesta e sotme ose këtyre ditëve të flisni me mikrofon për të mbështetur protestën? Jo. Pse? Atë që thash për tjerët, e them dhe për veten. Kjo është një protest fare e pastër. Le ta etiketojnë si duan. Është rinia që po e administron. Unë, kur kam gjë për të thonë, unë kam rastin të them studio. Dhe zëri i një ish presidenti në studio, duke pasur mundësinë që të shpërndahet, është po aq i rëndësishëm sa duke folur në një protestë. Pra protesta është e tyre. Uroj që ajo protestë e rinisë të zhvillohet, absolutisht, të mos infektohet nga politika dhe në fund fare të jetë për qëllime të mëdha, të pastra për Shqipërinë tonë. Tani, Shqipëria, le ta thotë si doj kryeministri, Shqipëria nuk është e shqiptarëve, thotë. Është e Zotit dhe e mikut. Ky lloj artikulimi, për mua, ai le ta thotë si doj, nuk qëndron. Sigurisht që Shqipëria ka qenë e shqiptarëve, është e shqiptarëve, dhe duke ruajtur identitetin ton, kështu siç e kemi, do jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Zoti president, se prapë filloi emisioni nga fillimi. Na futet prapë në një bela për ta zgjatur. Pse kështu? Atëherë bëj një pyetje tjetër. A mendon se kryeministri Rama mund ta çojë vendin në zgjedhjet parakohshme për 45 ditë? Në bashkëpunim me Berishën dhe del jashtë loje kjo lëvizje? E çfarë i vlen?
Që rikonfirmon prap, Po i rikonfirmuar është ai prap. po atëherë Këtu nuk flasim për pozicione zyrtare. Askush nuk i thotë atij që ti je zgjedhur në mënyrë ilegjitime. po kërkesa atyre jep dorëheqjen. Po mirë, ata i thonë me të drejtën, me misionin që ka një protestë, e cila është akumuluar me pak kënaqësi. Dakor, po ju si protesta, thotë që zoti kryeminist dorëheqje pikë së pari. Bile as bisedimi nuk shkon. Po mirë me një Atëherë unë jam kryeminist me 83 mandate, Po. Në qoftë se ju doni shkoj prapë në zgjedhje dhe këta, nëse duhet krijohen formacion politik, siç po duken gjasat se do krijohet një parti politike, pak a shumë disa kanë dhënë emrin, po. Unë nuk e di, këtë nuk e di. Shqipëria e re thon disa, po nuk këtë nuk e di, këtë nuk e di. Unë flas për protestën, nuk flas për projekte politike, unë flas për protestën. Po protestën projekt politik do. Jo, një sekond. Protesta nuk ka ardhur si projekt politik. Ka filluar për Zvërnecin? Atëherë si thua ti, më mirë të kemi protesta, mos kemi protesta. Patjetër. Protesta bile sa më shumë protesta. Bile jo vetëm Zvërneci, po mund dalin sa të duar është të tjerë. Patjetër, pra. Kjo është arsye pse Zvicra sot ka institucionin e referendumit më cilësori në botë. Bile po të kishte referendum, s'kishte nevojë për protestë, ishte vendosur me referendum. Shkon në demokraci, voton, kundërshton dhe Ore sot historia nuk është për investimin, edhe herë po them. Historia është mlefi akumuluar për menaxhimin mizerabël të detyrës si kryeminist i Shqipërisë. Kaq. Edhe nga lideri i opozitave. Urdhë? Edhe nga lideri i opozitës si e ka menaxhuar opozitën. Aty ka një aspekt tjetër të shfaqjes klinike. Po pse është edhe Rama në burg edhe Berisha në burg? Është hipokrizi e gjallë. E kujt? E Sali Berishës. Hipokrit. Po pse ke kaq mlef ndaj Berishës? Nuk ka më shiko. Na filloi regjia dhe 5 minuta i lutem. Ore i dashur Nikol, problemi është të dalish sot ti dhe mas 2 ditësh të ndryshosh qëndrim do thotë që ke hipokrizi. Kur ti shikon që ajo protest po të nxjerr ty nga loja, çfarë thash në fillim të emisionit? Protesta së pari ka nxjerr nga pozicioni vet opozitën. Kjo është arsyeja pse ato flasin edhe për Edi Rama dhe për Sali Berishën. Nuk kam mlefun fare. Nuk kam mlef. Tjetër gjë është intonacioni në bisedë, por nuk është mlef. Kjo është një trajtim politik. Në fund fare, unë sot nuk jam në asnjë parti politike. Jam në periudhën time të qetë, atëherë mund mos vija fare këtu. Por e quaj detyrim, përderisa dalin të ri, të reja, kanë një lloj tharmi brenda tyre për demonstruar pikërisht atë që intelektualët e Shqipërisë në përgjithësi nuk e kanë bërë dhe kanë ulur kokën. Pse? Dhe një pjesë kanë ulur kokën sepse janë nevojë për edhe vend pune. Një pjesë tjetër janë frikacak, janë konformist dhe një kritik tjetër vlen pikërisht për kolegët e tuaj. Ti ke qenë shkollë këtu, shkollë. Bollë shohish ekspozitën e fotografive, e gjithë media shqiptare është formuar duke mos pasur universitet apo shkollë kualifikuese. Ti i ke bërë. Bashkë me të tjerë. Ti ke qenë strumbullari, ti i ke bërë. Dhe ti ke kurajon sot të thuash çfarë të duash. Pse? Se ke demonstruar gjithmonë. Nuk do bën përshtypje ty që gjithë elita e politikës pikërisht nga këta dy është dekapituar është hequr? Nuk po flasun për emra, por ka shumë emra që kanë qenë personazhe në jetën politike të Shqipërisë. Por kritika është për një pjesë të mirë të medias. S'do ta trajtoj lajmin media si doj pronari i lidhur me nevojën e mbijetesës apo të investimeve. Ja, media është media. Saktë. Çfarë të them? Kjo është arsyeja pse unë ruaj një respekt në vazhdimsi për ty, miku im. Faleminderit zoti president, të nderuar shikues të gazetës Koha Jon Online. Ky emision mund të ndiqet në gjitha rrjetet sociale të gazetës Koha Jon. Janë 1.2 milion ndjekës, i keni në webin e Koha Jon, në Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Edhe një herë faleminderit.
Kuajon Debat nga Nikol Lesi.